Me shumë peripeti e lodhje, kështu që kaloj një koncert besa shumë kam pas me siklet sepse shumë mysafir kanë ngel edhe jashtë, kështu që e kemi borç edhe publikut edhe njëherë ta shfaqim edhe njëherë këtë koncert sepse s'kan mund të gjithë të jenë prezent tek koncerti jubilari Mahmut Feratit. Absolutisht një këngëtar i cili është Mahmut Ferati. Unë si këngëtar shumë i ri kam kënduar këtë skenë këngët e Mahmut Feratit, kështu që jam shumë i emocionuar sepse duhet koncert shumë i mirë dhe një koncert që e kemi prit se do bëj një bujtë madhe dhe me të vërtet bëni një bujtë madhe. Na keni bërë dhe atë, na keni suportu si sponsor medial. Po, sponsor medial, kështu që e di më mirë këtë punën e mediave dhe reklamës. Unë do flas pak edhe si qytetar, sepse unë kam kontribu shumë në këtë pjesën e lëmisë së muzikës, veçanërisht e pjesa e korit të qytetit Teuta, që themelova në vitin 2005, njëkohësisht aty ishte ideja që bashkë me Tetën Gëzime edhe të ndjerat të cilat nuk i kemi pranë korit zonja Ramie dhe zonja Qefajet, që bënëm një grup të grave e cila u titulluam me emrin, e pagzuam Teuta, dhe njëkohësisht edhe festivalin e këngës qytetare që e nisëm prej te shoqata e artistëve Art Klasik, e cila e hapa unë si shoqata artistëve në vitin 2005, ku aty ishte thelbi dhe aty nisi kjo pjesa e korit qytetit Teuta, për njëkohësisht që unë kam qenë edhe këngëtar gati 33 vite karrierë në skenë, karrierë muzikë, pranë shoqërisë kulturore artistike Xhelan Zeqiri, por mos zgjatem më shumë, unë e them kështu, ta bëj që të ma bëjnë. Shumë mirë. Unë duhet t'i përkujtoj njerëzit të cilët kanë dhënë kontribut, jo vetëm si i madhi doajeni Mahmut Ferati, por të gjithë artistët të cilët janë, unë do t'i përkujtoj edhe do t'i apë mundësi që t'jenë në koncertet dhe në projektet e ansamblit shtetëror, që pavarësisht sa do t'jem une në udhëheqje të këtij institucioni, dua që nesër t'lë gjurmë veç për të mirë. Një përkullje shumë të madhe tek Zoti dhe një respekt shumë të veçantë që mos nisim tash t'i përmendim gjithë me emra, të gjithë artistët e ansamblit shtetëror të këngëve dhe vallëve popullore në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Do me thënë, mos bëjmë përjashtim që na ndihmojnë edhe familjarët, adhetarët, dashamirësit jashtë vendit, brenda vendit, kryetarët e komunave dhe gjithë njerëzit që janë në pushtet, mos harrojmë të falenderojmë një falenderim shumë të madh për Sedat Sulejmani, i cili gjithmonë ka qenë pranë nesh edhe do të jetë.